Dashur shikues, mirë se vini në episodin e radhës të podcastit ton Lojtari 12. Fillimisht falenderojmë sponsorët ton Xcoins, Taktika dhe Uidea. E sot ofër me është për një moment dikush më i veçantë sepse Sefte është vajza e parë që vjen në podcast. Është një fytyrë shumë e njohur për ekran, edhe është Marakli e futbollit, producente, jo po moderatore e emisionit Sport Show Klan Kosova. Reina Dula, përshëndetje dhe faleminderit që erdhe. Përshëndetje Bleke, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Patjetër, je e para për na nderon, kështu që kemi me një histori të podcastit ton. Faleminderit shumë. Fillimisht kazona për çet studio, për sta libra, çfarë po mendon? Kush po të pëlqen shumë, po më pëlqen shumë studio, tepër e bukur, më e veçantë, The Goat. Na skena fanella, veç libra, se aty shumë atë nashëm na. Goat për cilën e kishte, Goat dikush e thot Cristiano, dikush thot Maradona, dikush Pelé. Messi. Për shkak të gjithë Messi. Çto janë njëjtë, ha? Këtu janë atë njëjtë se me të lindme. Me të lindme. A don librin me lexu apo Nëse ma ja të lexoj. E kam një rezervë diku po folim. Okej. Do të po supozoj që Messi nuk i pëlqej, pa vonë dalim te klubet. Okej. Lorina na të njohim si vajzë në ekran, edhe të kena pas sidomos te kampionati evropian 2024. Po duam të tregu për fillim jeta në ekran përgjithësi në general, po në futboll që shka nisur, që po shkon edhe ki pas pasion gjithmonë. Bleke, shumica e njerëzve më njohin prej Klan Kosovës normalisht, aty ku edhe kom fillu karrierën si moderatore, po një pjesë të mirë prej kur kam qenë e vogël nuk e njohin publiku të Lorinës, une edhe vi prej një familje që dojen e kam ish futbolist, tash është edhe trajner në kombëtarën e Kosovës për gjeneratat e reja. Vi prej një familje që e adhurojnë futbollin, e kam ndjek shumica e futbollistëve të Kosovës që janë pak më të vjetër, tani. Edhe më njohin se në fushën e flamurtarit tregoj kështu jam rrit në atë fushë, jam mundu edhe me lu pak futboll, po nuk ma ka dashur shumë. Nuk kam qenë për futboll, po që nuk e kam luajtur asnjëherë ato ëndrrën me mbet kështu veç ëndër. Tash po e realizoj edhe prej televizionit me emisionin e Sport Show, diçka që më flan zemër dhe e bëj me shumë pasion. Domethënë s'ka kërprej aty sepse shpesh krijohet disa stereotipi që apo den veç pse je kush je në ekran. Ti pas ke pas futbollin tamam pasion, edhe pas ke pas edhe familjar kuptimin që në marr zyrtarisht edhe të kanë halat, domethënë. Po, akoma janë. Bleke, shumicën e herëve kur e shohin një femën në televizion, sidomos të sportit, gjithmonë fillojnë ato paragjykimet, po e lojmë këtë pjesë për më vonë me fol, po që realisht e ndjeki edhe e du shumë edhe për këtë arsye edhe e bëj këtë punë. Se ndoshta mundesh një periudhë të shkurt kohore me ushtirë sikur e don edhe e ndjek, po tani vret, a? dikun ki me çalu, dikun ka me u vrej që nuk je për atë fush. Po. Tregona për përvojën e parë themi zyrtare që ki pas, ku edhe jem koni ftun, i jotit falenderoj shumë në Euro 2024. Do ka qenë përvoja kur Shqipëria ka në Europian për herë dytë. Që shkoj çaj një muaj që konë shumë intensiv, kuptimin e punës, po edhe të emocioneve të futbollit që dallon shumë kampionati evropian botror me ndeshjet që janë kështu sezonale. Definitivisht, për mua ka qenë hera e parë që kam qenë tamam moderatore një emisioni edhe kam pas gjithë theme ashtu barën, atë presionin. Muj me thonë që është njëna prej eksperiencave më të bukura të jetës tam. E kom pa çka është me punu intensivisht, me pas kontakte me shumë njerëz, shumë presion, se njerëzit shpesh herë e shohin vetëm atë pjesën glamuroze që shfaqet në televizion, edhe thonë hajtë se letë keni ju veç keni me folë, po realisht prapa skena është krejt ndrysh, është një lodhje shumë e madhe, është një angazhim shumë i madh, gjatë një dite të vetme, ka pas raste që kemi pas mbi 30 ftuar në studio. Unë me se ka pas ka qenë ndeshje ditë dash kemi po pikërisht, edhe asnjëherë si kemi pas musafir të njëjtë, edhe normalisht që për këtë pjesë duhet me falendëruar edhe gjithë ekipin në Klan Kosova që na ka animu krejt. Goxha gjiganta jeni kështu kur e mendon. Ma gjiganta se që e mendoj njerëz, po e tham kështu pa modesti. Po shtie po tani. Se është punu shumë për atë emision, për atë një muaj, themi kështu intensivisht, edhe emocionet kanë qenë krejtësisht tjera kur e kemi ditë se kemi një kombëtare në Shqipërisë. Dhe keni bën një hyrje spektakolare me sa më mend me kushtrim me shit ai, mas ndeshjes Shqipëri-Itali me këngën e Vaqe Zeles. A ke kënu për qef apo veç aty ja ki thon këngës? Kam kënu edhe kur kam qenë e vogël.
Mos thuaj që kena ikon në YouTube atje. Po bre, kam një 2-3 Ç'më lyp, ti shohim. Lorina Adula e premte. E premte, okay. Është një pikëtimeve më të bukura të fëminis, nuk I bi korpish më pse. Do thonë në spot. Me spot e me krejt, po. Ka marrë pjesë edhe në disa evente të tjera, festivalet, në festivalin Ylbere, nëse e man mend, në Shkop, është Zambaku që shkoni Zambaku I Prizren, jo, aty s'kam qenë. Jo, ka marrë pjesë veç një herë me një festival edhe kom pa që s'jam për festival. Edhe Kilona. Se festivale mo. Po. Edhe si fëmijë kam jetë pa katëri që kom fitu vendin e parë. Këta bën çashtu me futboll kur kom pa që më e mirë I lash këta, deri na thash bona dhonë. E çon të shakon djalë sigurt, isha kon futbollist sot. Ka dhe çika, po më vajza që buan futbollistë. E vërtet, po prap futbolli tek femnat është pak ka çalu pak te na halo. Na hapet temën. Folna për që dominancën tash çore, në punë me më që futbolli është sport fizik, është sport kontakti dhe kuptohet që edhe për nga natyra dallon mashkulli me femën apo me vajzë. Që shëshet dominancë po trisht po edhe në Kosovë. E pa ndeshjen e fundit ku luajtën vajzat e Kosovës që nuk pat temi as tifoz shumë, po as gazetar. Po që shëshet këtë pjesën e interesimit që ka në Kosovë për futboll djemë dhe për vajza. Për publikun që na ndjek në sport show, unë shpesh herë bëj thirrje, jo shpesh herë, po gjithmonë, që me I përkra vajzat në futboll edhe të kombëtarës edhe të themi kështu të Superligës, të klubeve tona. Po, normalisht që gjithmonë është dominu prej meshkujve. Jo vetëm futbolli, po çdo sport në përgjithësi. Dominancën edhe në media dhe gjithkund. Do të thonë, më herët tash që shpesh herë kur shifet një vajzë në ekran duke folë për futboll, shpesh thonë u bona ti me fola. E po thua edhe lojtarët femna paragjykohen, nuk përkrahen, akoma s'kemi arrit në atë standard jo vetëm në Kosovë, po gjithkund nuk krahasohet futbolli I meshkujve me të femrave. Po kërkojmë edhe një barazi gjinore, bre. Po jemi te Barazia, është një futbollist I famshëm, po mënoj është tamam I famshëm, Hector Bellerin, o konditari Arsenalit, Barcelonës tash luan në Betis. Edhe ai shquhet që është goxha kështu pro të drejtave, e ka pas një deklaratë shumë të famshme që ka bubuj, që ka thonë nuk është të drejtë që është na themi mashkujt, paguhemi na 70 fish, 15 fish më shumë se femnat. Sa pajtohesh me këtë deklaratë? Po shumë e vërtetë se të njëjtën punë që e bojnë mashkujt e bojnë edhe femnat. Po është pak më mirë tut na bojnë mashkujt apo. Valla, bleke, nuk di çfarë më të thon këtu. Unë kam vetë një shoqe futbolliste dhe shoq se çfarë pune e bën të pandalshme dhe është edhe e lodhshme jo vetëm fizikisht, po edhe psiqikisht, e sidomos kur nuk vlerësohesh, se të paktën mashkujt edhe vlerësohen. Po futbolli I femnave nuk vlerësohet aq shumë. Vetë the që kur ishte në ndeshja e kombëtarës së vajzave, nuk pat as gazetar, nuk pat as shikues, nuk ka qenë asnjëherë stadiumi I mbushur. Pse? Fatkeqësisht. Kurse kur e kemi ndeshjet e kombëtarës, shtyhem. Ka prej atyne që edhe blejnë bileta nështa 2 fishin, 3 fishin e çmimit normal veç për me hy. Gazetarët shkojnë edhe për qef pa pun heq, veç me pa ndeshin marrin akreditime për shembull. Qëre, ka pak progres punë me thonë në aspektin global, më thonë ka qenë botërori I fundit që botëror Europian që ka fitu Anglia, në kont paktën 50.000 tifoz, që është kon rekord për futbollin e femnave. Megjithatë, unë sado që jam kështu pro Barazis, mendoj që prapse janë të sporte që rrejt gjithmonë dallimi. Për shembull, ka sporte tjera si ndoshta handbolli, volejbolli, a di që rrejt që edhe femnat janë goxha para. Po për shkak që futbolli ka pjesën tepër fizike, druaj që gjithmonë ka më konë kështu. Na shta edhe ndron, nuk I dihet, varësisht sa bën referat but. Nëse bën më të but, atëherë s'ka shumë faulla, ju në femnë. O bleke, na edhe në shkollë kur kemi luajtur volejboll, gjithmonë ju kemi hapur përparësi mashkujve. Po ajo kon çështje patriarkale që mbase kanë ndryshuar tash. Duhet me ndryshu, thash jo vetëm në futboll, po duhet gjithmonë femnat me luftu, pse mos me pas edhe një femën vetë një podcast që me fol veç për futboll. Nuk ka të bëj veç pse je mashkull që din ma shumë, ti duhesh me au dëshmu publikut edhe me dije, me prezencën tënde. Paraqitja jote nuk do me thonë kur gjo krahas dijes tënde. Nëse ti përcjell çato ndeshjen, je informuar me sa duhet, nuk ka çka më të qitë ty keq para publikut.
E kena për shembull rastin e Kosovara Aslanit, I kena pas më herët të kon Fatmira Bajrami, futbollistë shumë e famshme, që mbas se mundën me kon parë që bën atë far hapin që me shtiket fokusin më shumë. Megjithëse për shembull gazetare edhe moderatorë edhe themi njohës të futbollit femna ka në Kosovë sa dush, pse I pajtohesh. Po. Futbollistë patjetër që ka, po mendoj që niveli rritet nashta gradualisht. Nashta më na fal pak se kon ky entuziazëm për Kosovën që këtë shku botror. Nashta na bojnë allall çikat që s'moj të shku. Ne do jemi taku ditën e ndeshjes. Po, 31 marsi mallkum. Më besone, nuk di qa më të thonë, une këto ndeshjet e kombëtarëve I përjetoj shumë ndryshe se krejt ndeshjet tjera. Pasha çto, tjera se këqyrfërt. I këshyri, blek se edhe kam detyrë, edhe më pëlqejnë, po normalisht që emocionet që t'i jap kombëtarja nuk krahasohet me asnjë klub, mas kur gjohesh në botë nuk krahasohet. Ama unë muaj mend që jemi taku fiks të sheshe. Edhe kemi qenë të fol s'kam flajt të natën më ranë për emocione. Ason. Edhe nuk e di që shko mujt me këshyr deri në fondat ndeshja. Ku nata më e dhimbshme në aspektin emocional të sportit? Disa ditë para ndeshjes e di që edhe kur I kam dhon lajmet, edhe kur kam qenë në emision, unë gjatë gjithë kohës kam qenë pak kështu si në vaj. Fakt, kena pa ako një emision nuk po di e përndoket 2 ditë para ndeshjes ose natën kundër Slovakisë, që keni knuka pak edhe në studio. O pikërisht ajo natë ka qenë më qelin të flutru, po bravo që kjo është, po. Me të thonë që unë gjatë gjithë kohës kur është folë edhe kur e kam dëgju muzikën, jam konë gjithë kohës me lotën sy, nështë shikust kur të na shohin edhe nuk kanë më mbesu, po realisht është një ndjenjë krejt ndryshe edhe sidomos kur e përjeton edhe prej stadiumit, unë shpesh herë nuk shkoj me shiku kombëtarën prej stadiumit. Se s'mund me shkoj emocioneve. Ndeshja Shqipëri-Serbi kur është luajt në Air Albania, unë më thon, unë më thon që ndoshta më përmbledh krejt 15 minuta e kam shiku lojën. Kohën tjetër je klima apo apo kohën tjetër unë kam qenë në lëvizje te restoranin al tu bo diçka se nuk më kisha shumë aritmi, domethënë edhe atë lidhjen direkte që kam pas me Arlinden, domethënë veç unë e di se çka kam ni kur e kam pa gjithat stadium të stërmbushën prej tifozave. Penaltina e këshyre që e patu Brejmanaj. Nuk du me komentu atë pjesë. Ajo ka qenë trajnerat kur është një penalti shumë rëndësi që kthehen mrapa. Jo. Po kishte spekjuar me qyrin tifoz. Unë shumë I parandjej këto edhe veç kam thonë s'ka më jap. Se kam ditë që sa na shqiptarët e kanë një të keqe që shumë bëhem euforika. E marrim shumë eufori, marrim shumë zemër, edhe na duket që shkum. Me njëherë. Po se di e kam pas një parandjej që kena me hub çat penalti. Po, na gëzere manaj, po, me rëndësi këna fitu. 5 minutë, jo, që shorë të torë. Lorina tash, nëse botroi 2026 shkoj, Amerika o që aty, po për neve s'është, për mu nuk është është Europiani. Si pas shumë analizave, themi fakteve, statistikave, Kosova normal ka bu një progres shumë të madh ka aspekt kualitetit. A beson që mundu me shku pak të në Europian, ku dihet që dhe vendi 2 këtë rast shkon direkt, dhe vendi 3 ka shansë për play-off. Për dallim me botrorë që ka qenë vendi I parë 2 pastaj. Duke pa kualitetin e futbollistëve tonë, jam shumë e bindun që kemi me shku. Edhe kena Anglin. Me një punë se që janë të e tregu edhe në klubet e tyre futbollistat, edhe performancën që po tregojnë se normalisht që për fanellën ton e japin nështa edhe 2 fesh ma shumë zamër. A pajtosh që ma shumë I japin lojtarët për shtet sa për klub. Gjithmonë ka ky debat, jo veç Kosovë, kjo është gjithku, sepse klubit paguën normal, merr rrogë, ndërsa për shtet luan pa para. Po shtetit e prestigjin, fakt shumica e lojtarëve të Kosovës, për shkak që kanë luajtur mirë me Kosovën, janë shit te skuadra të tjera. Po. Sa mendon që kjo për këtë pjesë, po flas kështu edhe prej një kohë që më ka ra shpesh herë me diskutua edhe me futbollistët e kombëtarës edhe të Kosovës edhe të Shqipërisë, ndjenja e fanellës të kombëtarës nuk paguhet me kurrë. Fix. Edhe shpesh herë, edhe ata që s'kan pas minuta, shpesh herë kanë thonë që për mua s'ka rëndësi pse nuk më ka fut në lojë. Veç pse kam qenë rezervi ulën që aty, ose veç kam qenë në grumbullem, për mua kam mjaftu me pas fanellën vesh. Qështu na vyn, po qëra dhona besoj që shkojmë 2028, po I vetmi sen që po na tutu që po na prek pak është sepse është pothuajse fundi I gjeneratës për disa futbollistë. Për shembull Vedatin I kena 30. Gjeneratës art. Gjenerata art, po 30 e lart.
Rashica është pothuajse ka fundi. Nëse Xhagrova është 26-7, nuk është vonë. Po bleki na Ramani po diskutojmë këtë pjesë gjenerata e artë, po që Frankofoda po tregojnë që edhe pa gjeneratën e artë po ja dal. Po, në fakt është okay. Sepse i la rezervë disa nga ata që kena pritë që startojnë. Jo disa, po shumicën prej tyre, edhe jo vetëm ndeshje, po shumë ndeshje kanë qenë jo të inkuadruar në ndeshje. Edhe diçka që më ka bërë shumë përshtypje është guximi Frankofodës edhe shumë jo vetëm guximtar, po edhe shumë besoj që po i përcjellën ndeshjet të Superligës. Ka pas ngrumbullim edhe futbollista që kanë luajtur në Superligë. Kam pas minutazh rreth futbollista total. Nëse nuk gaboj, Qëndrim Zyba ka qenë njëri prej futbollistave që ka qenë akoma në Superligë dhe ka pas minuta edhe me kombëtare. Në Ballkanat po. Foda do më që Foda din është ai që duhet me qëndruar, në fakt ka me qëndru. Ku janë atë futbollistat lojnë as kombëtar pa pyet diçka. Çiki raportet me futbollistat Kosovës apo Shqipërisë. Kuptimin që zakonisht kur bën intervista ka shumë prej tyre që sillen pak më ftoft me media, ty kur sillet pak më mirë. Çfarë mendon që ndoshta janë më të afërtit kuptimin e raportimeve live apo kena pa kur Shqipënia më duket ka pas fjalë që Armando Broja ka pak më i tërhequr që s'ka pas qef me fol për media apo vish aludime të mendoj ky është mendimi jam personal. Futbollistat cilët kanë zhvillu karrierën e tyre jashtë Shqipërisë dhe jashtë Kosovës edhe kanë pak më të vështirë komunikimin në gjuhën shqipe, mendoj që është njëra prej arsyeve pse hezitojnë edhe tërhiqen prej intervistave. Ndoshta jo pse nuk kanë qef me dalë në intervistë, ndoshta jo pse nuk dojnë me jap ndonjë informacion, ndonjë deklaratë diçka rreth ndeshjeve, por ndoshta i kufizon pak edhe mënyra e shprehjes. Cila ka qenë intervista më interesante për ty me një futbollist, Kosovës apo Shqipërisë? Intervista më interesante ose më sfiduese? Ai kush më i vërtet? Ma të vështirë jo, po nëse nuk du me cek me emër kush, po e kom pas një intervistë. Ka dhënë numrin e letarit e. Okay, po, tash. E kom pas një intervistë që para se me u fut, kishëm dikon 10 sekonda para se me u fut live, edhe tha, t'lutna, mos më bë pyetje, shumë 2 pyetje tha se nuk di mirë ç'e më u shpreh, po. Edhe ato 2 pyetje kanë qenë, po, mendoj se po. Përgjigjet. Po më duket ka akon njëri është i gatë fort. Jo, jo, se qëllove. Okej. Amo ja, më nej që është normale. Amo ka qenë pak funny ajo intervistë. Po tash kam nuna pak me kujtu, po s'm ka dia mu e di. Megjithatë, e lojmë këtë pjesë. Dalim pak te futbolli ndërkombëtar. Lorina, ti tha që për ty GOAT është Leo Messi, po besoj që e ki përcjell, domethënë, apo tash është alo aktiv, po mamoti. A e ka në Barcelonën apo thjesht në atë kohën e rinis ma heret o konë rivaliteti Barcelona, Real Madrid, Messi, Cristiano? Në periudhën kur kam qenë unë ma e re, ma e vogël, ka qenë gjithmonë ky rivaliteti që the Reali me Barcelonën edhe për neve në klasën kur kam shku, na që kena qenë me Barcelonën edhe ata të Realit, e kena pas një farë jo urrejtje, po nuk di me thonë, një farë rivaliteti që një 2 ditë s'kena folë me zveti, do me thonë, e kena pas ashtu në gjak, krejt klasa. Po si e vogël po më ka pëlqyer shumë Barcelona, e kom përcjell. Messi, qa me thonë për to, të thash edhe ma herët e ka me të lindën. Disa e përforcojnë gjatë viteve me punë, Cristiano Ronaldo ma mërmendja, mësë më gjyka një prizë. Po qështu, se e dim që këta të Real Madridit kanë qef mandej. Po me Juve brejëm tash me Juve. Po definitivisht ka futbollista që kanë veç të lindun. E kemi si Edon Zhegrovën. Po, unë e kom pas përshtypje këtu në herë sepse zakonisht vajzat, kryesisht këtë moshën e adoleshencës, e kanë pas më shumë qef Cristiano për shkak të pamjes. E Leon e kanë pas qef ato vajzat që ndoshta kanë qenë futbollin më shumë sepse kanë kuptuar futbollin më mirë. Që po du me thonë të pas e kuptu futbolin. Unë jam rrit thash me një frym taman me njerëz që e dojnë futbolin edhe unë gjithmonë kam qenë tu i ndëgju ato kritika, tu i diskutu taktikat e tyne, edhe ndoshta çat pjesë kam përcjell më shumë kur kam qenë më e re, nuk kam ditë ndoshta edhe me pa se po m'pëlqen, ndoshta për pamje më ka pëlqyer Neymari më shumë. Neymari më shumë, okay. A gëzove që morën Brazilin botëror për herë katërt? Po krejt janë gëzuar. Apo çfarë lojën u për to, çfarë gëzimi? U dasht. Është pak lazdran. Po është pak, atë ki pati që është lunë shumë këse lujna në kompjuter. Po,
Në bleki, krejt futbollistat janë pak lazdrona. Po, veç kjo, a vëden kjo, për me ndohet se më konë mbret kur. Hala s'ka bo kur gjohë me kombëtarën, kuptimin. Po s'ka bo, po është Neymari, bre. Neymar. Po, e ka atë farë, qëre. është e vërtet kjo fjala tash që bue famshme. Aurën, bravo. Neymar e ka. E ka. Po edhe o dasht me thirë, se e kemi pa qa ka kalu, e kemi pa ato video. Po, fakt 3 vjet nuk ka luajtur për Brazilin, prej 2023-s, o ka edhe e ka vujt shumë. Në ACL gjunit, ka pas probleme me shpinë, edhe për shkak që në fakt o botrori 2014, botrori parë që unë i ti, ka pas atendimin shumë serioz që unë botrori në Brazil, edhe nashta, adin do sa në bun ka pak edhe për hatër. Ku e kanë Ancelotti këtë rast trajneri i Brazilit, mendoj që opse është trajneri më i madh në shtat. Një prej madhëve gjitha kohërave, ka pak i kanë ndiku pjesa emocionale edhe Brazilit që është si popull emocional për me ftu Neymarin. Po, shumë e vërtet. E dojnë shumë kështu si... Po, e dojnë, po edhe ka meritu, se e kemi pas se çfarë vështirësi ka pas mas ati lëndime edhe besoj krejti kanë pa ato videot bërtimat e Neymarit edhe me të vërtet është para se me dalë të deletar tjerë që të pëlqejnë, me konë një këtë kampionat botror, masi s'është Kosova që një. Shumë e vështirë. Brazilia? Me Brazilin, mas është Neymari, jo. Nashta e konë me Argentinën, po tash që ka fitu si jem. Unë për shembull jam me Anglinë, po për shkak Leos kam pas qef me Argentina. Tash jam me Anglinë. Unë edhe kur më konë të jo në emision, në kom pas deklaratën e famshme të jo, kom pas që nëse Anglia se fiton botrorin, i heki flokët nish, se nuk kom flokë shumë. Edhe i pa ta hek. Okay. E tash për shkak që Anglia s'ka marrë moti prapë me Angli. Ku ta fiton deri Anglia andrej, s'ka problem, për shtetet s'ka problem. Ti më kanë një. Shumë e vështirë, nuk e di, nështë kom qenë delulu, pak. Kom thonë, kur të shkojna na në botror, edhe komet pa e dasht kërkon hes tjetër, tu mendu që po shkon Kosova, po... Qore, na edhe pse Kosova shpia s'kanë shku, gjithmonë e kena pas ka një kombëtar dytë, se në përgjithësi shqiptarët e kanë këta, vëdin, kanë një kombëtar për shembull shumë ka tifoz me Gjermani, për shkak të kuptohet për beqarëve. Ama tash mos me Itali ka shumë. Ama bleki tash mund nuk më jap asnjë emocion me këshir. As mund mos më jap. Zero. Kur e di që veç 90 minuta na ka nda për çasoj ëndre, mund nuk më jap kur fare emocione, as me pa Neymarin, as me pa kërkan. 45 minuta edhe një shtyllë Aslanit. Shumë e vërtet. Mos folim për Kosovën më. I kam 3 figura ashtu, i kam zgjedhë interesante për arsye të ndryshme. Okej. Njëri është shqiptar, tjetri është shqiptar, po jo me letra, edhe tjetri është një futbollist që po besoj që kur ke qenë ti futboll, o kon top hiti që jepon ajo. Hajde. Shkojmë me të parën. Penja? Po Penja po Ronaldinho. Okej. Ky e ka fituar topin e art në 2005. Besoj që atë ku e kon e re 4 vjet. A 4-a? Kishte gjima shumë? S'pas ke shumë. A ke njoftu, a ke një për qytetar? Po që s'kom një. Një qaj që ka lytë futbol të busqesh, të më thonë. Edhe njerës që e dojnë është për shkak se e ka bu futbolin kryesisht për qef. Ka fitu o trofe, topin e artë, botrojnë e kejtë, po ka lytë futbol për qef. Që ka menon për këtë person? The Goat. The Goat? Mas Leos? Po, Mas Leos, po. Leon e kom favorite. Snooks. E po ata fatën e Leos, po mas i vëllën për ta dhe një tash. S'ka lidhe. S'ka lidhe. Okej. Qërë folin canë tjera për ta. Kena të madhin Granit Xhaka. Graniti, qa me thonë për Granitin kësha pas ëndër me pa të lujtë për fanellën tonë. Na ka ikë për pak. Po për pak, po prap na ka bu super krenar. Pa tjetër, mënoj që... Fotoja pikrisht që e ke zgjedh, nuk don asnjë koment ekstra. 22 qershori 2018. Bleki, unë e kom thonë një deklarat që e kanë marrë kitë publiku, shumë keq që kanë marrë, po që unë nuk e kom pas për keq, se e di që e dojnë shumë Granitin, edhe unë për vete... Po, që pikrisht. Unë për vete jam super fanse e Granitit. Super fanse, se kipse me konë. Unë jam shumë e lunë tër mas pari që është shqiptare dhe na ka reprezentu që është mas mire. Kur kero asi etnik brutit? Po, 2025 mars. U qunë krej shqiptar, tradhtar, edhe unë nuk e mora si tradhtar, sepse po shkan me lujt për në gjyrat kuqeze. Kombin. Apo thoni jemi një? Pse po thoni tradhtar? Po pikresht. Edhe në ndërko, postojnë fotot e Granit Xhakës, heroi jonë, shme shqipon, edhe unë kom thonë, nëse i thone tradhtar etnik brutit, që shëtër në Granit Xhakën? Paralele shumë, sa pas në pani, për paralele po, shumë... Po, nuk e kom pas për arsye me këshyrë për me ullë, se nuk mon është Granit Xhakën, asë njerës që ka bu këj për Kosovë, nuk ka fjallë. Ambasador po, unë kom dasht me i qitë me një paralele që nëse Granitin e bë një hero, pse mës me bo edhe një djallë që
Po don me lujt. Ose mos e bëj hero, po pak të mos i thuj tratar. Po s'ki nevojë me thon tratar se kur po lun Shqipnia po shkoni krejt. Pe përkranje. Çfarë kanë atë keqe që gjithmonë apo din prekëm. Çka ka lidhje që ka shku në Shqipni me lujt? Nëse nuk i ka ardh shanca me lujt për Kosovën, s'ka pas minutazh, pse mos me provu me lujt edhe për Shqipnin? Më thon ty këtë pyetjen me dy Kosova me Shqipni, nuk kanë bosh. Jo, më së dësh. Ja, s'po ta bëj. Ja. Okej, vazhdojmë me një tjetër. Ky përkundër Gjakës e ka pas temi fatin apo rrethana të ndryshme kanë bërë që me lujt për Shqipnin nuk ka kapiten. Lorek Cana është ikon. Çka me thon? Më shkoi për Shqipni? S'ka fjalë. Për mua është. S'ka fjalë. Bile kisha pas shef me marr foton legjendare. Po mujt besom që te kem korrit po adin se çes ma foton i bën që pja hupi Merita si futbollist. Kto kon tamam çto kon dikun. Jo, Merita si futbollist absolutisht nuk mundesh mja hup kur njët Lorek Canës, po që aty kon momente që kam u majt mend për gjithë jetën. A ke qyr atë lojë? E kam qyr atë ndeshje, e kam pa, kam qenë më e vogël. 2014 vjet, 2014 sa po i bën, çështë 13, po. Tamam. Kam qenë me flamur kështu. Të prit ndeshje. ndeshje. Jo, në shtëpi kam qenë. Po shumë e frekshme ka qenë. Sa do të mujna me thon ka qenë shumë e frekshme. Unë prapë kam pas një frikë kur kanë shku me lujt. Po. E nej. Te na, po anej. Ka qenë do emocionet përzime, edhe pse kemi ditë që siguria ka qenë në nivel e krejt, po të e ditë me kënë kemi punë. Po, patjetër. Do të thonë Cana ne kanë top nishe. Dhe i det. Cana prej shqiptarëve, Leo prej të tjerëve. Okej, morëm këtë përgjigje. Kam një pyetje tjetër që u bë interesante ditë jo anej. Arben Zeshiri, kolegu juaj dhe miku jon që ka qenë në mysafir, e kish marrë një frajnati me Arda Gülerin. Bileo të na pa thonë diçka që s'është për real. Te ju kish pa thonë çka ka thonë diçka? S'mundet me lujt për dritën. As për dritën. Arda Güler s'mund as për dritën. S'mund me lujt. Ajo ardh me kesha ditë në emision kur tha kështu? Unë kam qesh se Beni ka disa deklarata, e përshëndesim Benin. Përshëndesim Benin. I ka dhe deklarata bombarduese. Po pak i bën kështu edhe pak si fans. I fjakt, po se u bo pak nervoz prej ndeshjes, u bo pak nervoz që na hupën kampionatin, e më duket krejt ka pak edhe u tut prej qenushës pak, e më duket që aty pak i ka hup topi. Dhe pas ka frikë për qenit të gruna? E kemi pas një qenë që ka gjithë vogël, edhe Beni shumë tut. Ku Ben? Bene, i kom premtu që dilën kam ja apru në emision. Mu bilë më ka ngre qeni madhë në shesh, për ty vogël. Ben. O, Beni. Lorina, për fund po du me të pyt, ose me bo një përmledhje, futbolli si futboll në përgjithësi. A është sporti ma i mirë, po besoj që e thu, po a është ma shumë se veç sport? është ma shumë se emocion. Ma shumë se emocion. Ti që shaki pa që është këtë futbolli në ndjelë njërës. Është i vetë misan që i mbledh krejt bashk, kur ma të bashkum shqiptarët si ke pasë në përndeshjet futbollit. Se me të rotën i marë, si do mas Kosovë Tërqi. A ke pa, ka pas shqiptar që kanë ardhur edhe prej Evropës, ka pas prej atyne që kanë ardhur edhe prej Amerikës, veç për këtë ndeshje unë kam intervistu edhe prej atyne që kanë ardhur veç për një ditë prej Amerikës, veç për me pa ndeshjen. Qa po do në emocion ma të madh? Që unë kom qef sa ma shumë vajza me kuptu që për me futbolli është shka, është jetë, nështë ta veç për mua, është adin sunë në pak i smuku, në kom lezu kështë të libra adin ka zisa herë, se jam pak qështu adin, ka njerës që këshuin futbol, ka njerës që adin është ta analizojnë futbol. Masa ne ka njerëz që pos që këshuin të analizojnë, lexojnë edhe libra. Është pak tepër, po gjithsesi. Lorina, po du me të falendru shumë. Mas pare me të falendru që ke vajza e parë që erdhe, do me thonë diçka shumë rëndësi për ne, që më jep hapësirë vajzave tjera, po në këtë rast edhe moderatore. Edhe ç'është njëve, ç'është ke përshtypja? Për mua është shumë kënaqësi, për fillimisht faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi shumë e madhe me qenë bashkë me ty, edhe një ndjenjë shumë e mirë mos me qenë unë moderatorja. Shumë interesant me mbot tjerë të pyetje, se zakonisht jam mësu, unë më u bë pyetje. Kjo është interesant. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë shumë për ftesën, vllajke. Kënaqësi shumë e madhe. Të lutem. Për këtë ju tjerë, apshe, vinë edhe vajza, moderatorë, gazetare, futbollistë, kanë aprit futbollistë shumë shpejt, është botëror, që ka shumë sa në treja. Shku s'dashun, ky ka podcasti i veçantë me Lorina Dula. Faleminderit shumë dhe shihemi herën tjetër.